Sot, aratisje së bujshme nga spitali Durrësit i Altin Ndoci, sepse Gjensila Kodra, kolegja ime, ka siguruar këto pamje të tjera që na tregojnë se si ai zbret nga ambulanca, i pa shoqëruar nga forca policore dhe pa pranga në duar. E shikoni, ndoshta regjia do na ndihmoj ta rrethojmë me një rreth të kuq ndoshta për të kuptuar personazhin në fjalë, por po përpiqem t'ju shpjegoj unë. Është personi që shikoni në krah të personit me kapele i arratisuri i ditës së sotme. Pra, e shikoni zbret nga ambulanca, pa pranga në duar, futet në ambientet e spitalit jo me pranga. Kujtoj që ai është një i arrestuar i cili po i drejtohej sot bluzave të bardha për kontrollin e radhës, kontrolli i shtat që ai kryente për veshkat, dhe hynë në spital i pa prangosur. Kujtoj që ai është i akuzuar për 4 vrasje. Nëse panelistët dëshironi të bëni një koment në lidhje me çka shikoni, zoti Brau, është i pa shoqëruar nga forca policore. Është normale kjo? Tani, ne kemi parë pamjet politikanëve se si shoqërohen kur janë me masa të tilla sigurie dhe që s'ka rrezikshmëri, nuk ka pasur as i politikan që të ketë tentuar të arratiset ndonjëherë nga masat e sigurimit. Për kë keni fjalën specifikisht? Po gjithë, njëri në rast për shembull që mund të përmend është nëse mbani mend pamjet e zotit Saljani kur shkonte në gjykatën e Fierit për lirimin me kusht, për atë ditë që do të dilte, edhe pasi u mor vendimi i lirimit me kusht që ishte u pranua kërkesa, shoqërimi ishte i njëjtë, me pranga, me 4 apo 5 punonjës të policisë burgjeve që e shoqëronin. Pra, masat duket që në këtë rast janë krejtësisht papërshtatshme për një person që akuzohet për 4 vrasje. Që akuzohet për vepra të tilla që janë kaq të rënda. Pra, për akuzat që i ka, i rrezikon burgimin e përjetshëm, jo më pak se 25 vite deri në burgim përjetshëm. Dhe shoqërohet në këto kushte, është absolutisht e papranueshme. Është alarmante, çfarë tregon kjo për ju? Implikim të strukturave policore apo të burgjeve në këtë arratisje apo? Nuk duhet të tek askush sepse kjo po ju vetë dyshoni sa mund të ketë njerëz të implikuar këtu se ose janë thjesht pakujdesi të momentit, por më duket e pamundur që të jetë pakujdesi se këta janë punonjës që janë trajnuar, pra supozohet i njohin protokollet si bëhet shoqërimi i personave që janë kushte të tilla. Kështu që mund të jetë pakujdesi, por mund të jetë edhe një organizim. Nëse merremi me pjesën e protokollit, pra duhet të ishin 2, 4 apo më shumë punonjës të policisë burgjeve që duhet ta shoqëronin, kjo është pjesë e protokollit. Ndërkohë që nëse ka të bëjë vetëm pakujdesinë e këtyre punonjësve që e kanë shoqëruar, kjo është një çështje tjetër. Unë nuk e di edhe ambulanca nuk e di nëse është e burgjeve apo është ambulancë e spitaleve. Duhet të jetë e burgjeve si rregull? Si rregull shoqërohen me automjetet burgjeve, sepse ai nuk duket se po shoqërohet me barrel, ai del vetë, lëviz vetë dhe nuk ka pse. Shumë i qetë, shikoni, nuk e di kush mund të jetë personi me kapele, por ajo që unë arrit kuptoj dhe të shoh, si të gjithë ju besoj, është që është pa pranga. Zoti Bonjakoj, është qetësues ky lloj shoqërimi? Kjo është një situatë që duhet të shërbejë organit e hetimit për të bërë hetimin deri në fund. Duket që ka një moment jo shumë konkret në respektim të rregullores së përgjithshme të burgjeve, e cila